me ardhë qëtu, edhe një regjisor. A di shka një regjisor? A i shka ingjizon filma, ingjizime, edhe me thonë, po du me ta ingjizu jetën tane, çdo sekond jetës tane. A di? Pi momentin që ti ki lind, dhe momentin që ti des. Me ta ingjizu ketë jetën tane, çdo detaj. Kur him banjo, kur del pi banjos, kur je vetë në sopë, kur ban nëjë problem, çdo detaj. A këshi pa qef, edhe a kishi mujt me marë gryën tane, burin tanë, fëmijën tanë, një këshi qatë film. A këshi mujt? Jo thonë, sa bëjna në gabime, a bëjna gjuna, apo? Jo thonë, kitë jetën e kini një film. Edhe me ta lishu këtë filmin tanë edhe munduar me këshirë kitë sto filmin tonë, apo? A këshmi pa qef, ajo. E di për t'i qëmë, kitë jo. Mone me, i ditë gjykimit, Allah Azza wa Jalla që këtë film ka me ta qitë pi ditën e partë jetës tane, deri ditën e fundit jetës tane. Edhe ka me ta pa pita Ademi a.s. deri te njeri fundit. A di sa punë e valla kjo? E a këshmi dashni me pa që këtë filmin ma të mirë, apo? A di që shbot që këtë filmi ma i mirë? Veç me nise. Nuk mund është me gjithë diçka tjetër për me përmisu filmin tënë, veç me nise që ta ka alat Allah i dorë, edhe është seni ma i letë edhe seni ma i mirë që mund të bon njëri. E seni vetëm që Allah i ta përmison jetën tënë edhe filmin tënë është kur ti pendohesh.